Kanadaja ka nënshkruar një marrëveshje për transportin ajror me Shqipërinë. Njoftimi është bërë nga Ministri i Transportit dhe kryetari i qeverisë në dhomën e komunave të Kanadas. Vetëm pak ditë më parë, qeveria shqiptare ka miratuar në parim marrëveshjen. Sipas Ministrisë së Transportit të Kanadas, negocimi i marrëveshjeve të reja të transportit ajror me vende të ndryshme përmirëson më tej lidhjet ajrore të vendit me pjesën tjetër të botës, çka promovon diversifikimin tregtar, forcon zinxhirët e furnizimit, nxit turizmin dhe ndihmon në nxitjen e rritjes ekonomike. Referuar marrëveshjes pritet që disa linja ajrore të operojnë fluturime të planifikuara midis Kanadas dhe Shqipërisë. Kështu do kryen deri në 14 fluturime pasagjerësh në javë për çdo vend, si dhe deri në 10 fluturime me ngarkesa në javë. Kompanitë ajrore mund të fillojnë menjëherë të ofrojnë shërbime sipas kësaj marrëveshje. Në një deklaratë për mediat, McKinnon, ministri i transportit dhe kryetari i qeverisë në dhomën e komunave, tha se kjo marrëveshje e re e transportit ajror me Republikën e Shqipërisë, një nga ekonomitë me arritjen më të shpejtë të Evropës, do të hapë mundësi të reja ekonomike për të dy vendet tona. Marrëveshjet do të forcojë gjithashtu lidhjet tona midis njerëzve dhe ato globale të Kanadas. Ndërsa ministri i tregtisë ndërkombëtare Sidhu u shpreh se marrëveshja shënon një moment të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe. Kjo marrëveshje do të përmirësojë lidhjen ajrore, do të krijojë mundësi të reja për turizëm dhe do të nxjisë lidhje më të ngushta midis njerëzve, duke çuar më tej qëllimet e Kanadas për diversifikimin tregtar. Për Kanadan, kjo do të ndihmojë bizneset tona të hyjnë në një treg në rritje në Evropën juglindore dhe do të mbështesë eksportuesit tanë ndërsa ta arrijnë klientë të rinj jashtë vendit. Ky partneritet pasqyron angazhimin tonë të vazhdueshëm për zgjerimin e tregtisë ndërkombëtare dhe ndërtimin e marrëdhënieve të forta dhe reciprokisht të dobishme në të gjithë botën. Eksportet e mallrave kanadeze në Shqipëri arritën në $85 milion në vitin 2024. Shqipëria është destinacioni kryesor i eksportit të mallrave të Kanadas midis vendeve të Ballkanit jo anëtare të Bashkimit Evropian. Kanadaja ka marrëveshje ose rregullime të transportit ajror që mbulojnë më shumë se 125 vende. Kanadaja parashikon që kjo marrëveshje e transportit ajror do të lehtësojë fluturimin e parë të drejtpërdrejtë transatlantik të Shqipërisë.